dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. 2 automjete janë përfshirë në një aksident në aksin Lushnjë Fier në fshatin Bishqethëm. Plagoset emigranti 40 vjeç nga Greqia. Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 9:30 në autostradën Lushnjë Fier në afërsi të fshatit Bishqethëm, ku janë përplasur 2 automjete. Sipas të dhënave paraprake, një mjet tip Opel me targa greke është goditur nga pas nga një foristrad, duke dal nga rruga dhe përfunduar në kanalin ansor. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i mjetit me targa greke, rreth 40 vjeç, emigranti kthyer nga Greqia, është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës. Burime nga mjekët bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Nga aksidenti janë shkaktuar gjithashtu dëme materiale, kryesisht në foristrad. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë shërbimet e ambulancës dhe forcat e policisë rrugore, të cilat kanë menaxhuar situatën dhe kanë nisur hetimet. Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit, ndërsa paraprakisht dyshohet se shkak është bërë mosrespektimi i distancës së sigurisë nga drejtuesi i foristradës. Në momentin e përplasjes, mjeti me targa greke kishte sinjalizuar kthimin për të dalë në një rrugë dytësore. Ky segment rrugor vijon të konsiderohet problematik për shkak të numrit të lartë të aksidenteve, duke ngritur shqetësime për sigurinë e qarkullimit dhe nevojën për masa më të rrepta parandaluese. Mallakastra mbushet me vaj ulliri, por fermerët janë në krizë nga mungesa e tregut. Prodhimi cilësor mbetet stok. Kultivuesit kërkojnë mbështetje dhe rrezikojnë të braktisin prodhimin e ullirit. Ndonse njihen si zonat me prodhimin më cilësor të vajit të ullirit në vend, fshatrat e Mallakastrës po përballen me sasi të mëdha stok në depot e tyre. Edhe pse sezoni që kaloi shënoi një prodhim të mbar dhe me cilësi të lartë, mungesa e tregut e bëri të pamundur shitjen e vajit të ullirit, duke i përballur fermerët me një situatë të pashpresë. Edhe vajt që e kanë marrë këta në përpara, e kanë marrë me kile. E kupton? Nuk e marrin me litër, ku e kam dhënë unë vaj. Kështu që ne na ngel stokjet vaj. Nuk e tregj njëri fare. E dyta. Sa vite keni që jeni në këtë situatë? Po kemi 7-8 vjet që nuk po e shesim dot. Nuk po e shesim dot. Edhe atë që prodhojmë se shesim. Dhe kur e shesin nëpër miq të njohur? Dhe shesim nëpër njerëzit tan, zakonisht kështu, edhe e përgjithshme është që nuk shitet. Kjo është. Ju vetë sa keni si vjet? Si vjet un kam 3 kujtal, i kam pa shitur, po më rrin aty stokje. Kaq kam unë për veten time. Sipas kultivuesve, vaji i ullirit, që është baza e të ardhurave familjare, paraqet nevojën e një pike grumbullimi dhe mbështetje nga shteti për të krijuar edhe markën e zonës, pasi vetëm në këtë mënyrë do i hapej rruga edhe eksportit. Ne apelojmë që inshallah do të kontaktojmë një firmë edhe shteti të ndërhyjë me këta pronarë të mëdhenj që e mbledhin vajt dhe të shesin vajt. Historikisht, këtu, vaji është shitur vetëm me anë të njohur i shmish? Me të njohur. Nuk shitur, nuk ka se pos e mori shteti, për shembull, që të lidhet me një firmë, edhe të vihet në fshatin ton, ose në çdo fshat tjetër të Shqipërisë, ku prodhohet ulliri, edhe të thotë që dua kaq kuntal ulli. Edhe kjo çmim ta di edhe populli, për shembull, o po me 1000 lekë, 1000 lekë. Po e di që e kam të çmim dhe do punoj me kaq. Po unë që punoj dhe nuk di se ku të e çoj këtë prodhim. Në këto kushte, nëse nuk do të ketë tregje? Në rast se s'do ketë tregje, do në herë mbas here do degradoj çdo gjë dhe ne do ta lëm, nuk do punohet me, se punojmë kot. Për çfarë do punoj? Se unë i bëj shërbimet e punoj, do s'përkatet dimërore, do s'përkatet i bie pamukorja, edhe do punohet. Ka shumë shërbime? Ka shumë shërbime, dhe sikur të marrësh me punëtor, me vjelje, me punime, me spërkatje, 0-0. Kostoja e lartë e punës që nga kujdesi fillestar dhe deri tek procesi i përpunimit në fabrik e bën të pamundur shitjen e vajit të ullirit nën kosto, thon fermerët, ndërsa theksojnë se nëse situata mbetet e pandryshueshme, do të heqin dorë përfundimisht nga kultivimi i kësaj kulture që për vite me radhë ka qenë shtylla e ekonomisë lokale. Përfshihet nga flakët një automjet në aksin rrugor Berat-Lushnjë. 3 personat që udhëtonin me të shpëtojnë pa lëndime. Një automjet i Benz është përfshirë nga flakët gjatë lëvizjes në aksin kombëtar Berat-Lushnjë në afërsi të fshatit Çukas, duke u djegur plotësisht.
Sipas të dhënave paraprake, në mjet udhtonin 3 persona, të cilët kanë konstatuar në kohë praninë e tymit në makinë dhe kanë ndaluar menjëherë mjetin në anë të rrugës. Fal reagimit të shpejt, ata kanë arritur të dalin nga automjeti pa pësuar asnjë lëndim, duke shmangur një ngjarje me pasoja më të rënda. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje ka mbërritur shërbimi zjarfikës i Lushnjës, i cili ka bërë të mundur izolimin dhe shuarjen e flakëve, megjithatë automjeti është djegur totalisht duke u bërë i papërdorshëm. Nga verifikimet e para në vendngjarje, policia dyshon se shkaki i zjarrit mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike, por për përcaktimin e saktë të rrethanave është angazhuar edhe grupi i ekspertizës shkencore. Ata po kryejnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet që çuan në përfshirjen nga flakët të mjetit. Ndërkohë, autoritetet bëjnë apel për drejtuesit e mjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të kryejnë kontrolle të rregullta teknike, pasi raste të tilla janë bërë gjithnjë më të shpeshta. Djegja e automjeteve gjatë qarkullimit në rrugë shpesh lidhet me amortizimin e mjeteve apo mungesën e mirëmbajtjes, duke sjellë jo vetëm dëme materiale, por edhe rrezik potencial për jetën e qytetarëve. Verifikim online për faturat. Fermerët vendosen përballë rregullave të reja për kompensimin e TVSH-s. Nga një korriku, fermerët në vend do të përballen me një procedurë të re për përfitimin e kompensimit të TVSH-s. Krahas ruajtjes fizike të autofaturave, ata do të duhet të konfirmojnë ato në mënyrë online, përmes sistemit të administratës tatimore. Sipas autoriteteve, çdo autofaturë lëshuar nga grumbulluesit dhe përpunuesit regjistrohet në një databazë qendrore. Për të shmangur abuzimet dhe transaksionet fiktive, fermerët do të duhet të verifikojnë përputhjen mes dokumenteve që disponojnë dhe të dhënave të shfaqura në sistem. Aplikimi për kompensimin 10% të TVSH-s do të bëhet 2 herë në vit, përmes platformës e-Albania. Për periudhën janar-qershor 2026, dorëzimi i kërkesave nis me një korrik, ndërsa fondet do të disbursohen brenda 30 ditëve nga aplikimi. Një nga kushtet është edhe deklarimi i llogarisë bankare, ku do të kalohen pagesat. Skema synon të mbështesë fermerët për TVSH-n e paguar mbi inputet bujqësore si plera, fara dhe fidan. Megjithatë, për llogaritja e kompensimit nuk bëhet mbi blerjet, por mbi vlerën e autofaturave të lëshuara për produktet e shitura. Ndërkohë administrata tatimore ka paralajmëruar kontrolle të shtuara në terren. Në fokus do të jenë grumbulluesit dhe përpunuesit që nuk lëshojnë autofatura, si dhe evidentimi i subjekteve me aktivitet fiktiv. Autoritetet bëjnë thirrje për respektimin e rregullave, duke theksuar se shkeljet do të ndëshkohen me masa administrative. Policia e shtetit forcon masat pas tragjedisë rrugore në Durrës. Shtohen kontrollet në rrugë dhe ndëshkimet për shoferët që shkelin rregullat. Në një konferencë për mediat, drejtori i Departamentit për Rendjen dhe Sigurinë Publike, Dimitraj Ziu, bëri të ditura masat shtesë që do të ndërmerren për të parandaluar aksidentet rrugore. Duke ju referuar aksidentit tragjik në Durrës ku humbën jetën 2 fëmijë dhe u plagos një tjetër, Ziu theksoi se do të ketë bashkëpunim të ngushtë me të gjitha strukturat përkatëse. Ai paralajmëroi gjithashtu ndëshkime të ashpra për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë së Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash shtesë në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për evidentimin, ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në të futur, janë kalibruar 22 mjete shpejtësimas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorim e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e konstatura nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative, të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e-Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojë sjellje arrogante në rrugë, parakalime të njëpasnjeshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkeljet e konstatura t'i kalojnë policisë rrugore për të përcuar masat administrative.
Për sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të zhvillojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalime krahura, mosdhënie për parësi këmbësorëve, përdorim të celularëve dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjete ngresë për parkimet me korsi të dedikuara, ku bllokohen lëvizjet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Janë analizuar të gjithë treguesit e performancës për 4 muajin e vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pavarësisht se ka një përmirësim të lehtë, por ngelet shumë shqetësuese sjelljen agresive në rrugë, duke shkaktuar aksidente me pasoja humbjen e jetës apo plagosje të qytetarëve. Kryeministre italiane Giorgia Meloni denoncon imazhet e rreme me inteligjencë artificiale, një formë e rrezikshme manipulimi. Kryeministre italiane Giorgia Meloni ka reaguar anshpër ndaj qarkullimit në internet të disa imazheve të rreme të saj të krijuara me inteligjencë artificiale, mes të cilave edhe një foto që e paraqiste në mënyrë të papërshtatshme. Ajo i cilësoi këto përmbajtje si një formë të rrezikshme manipulimi dhe shpifjeje që synon të dëmtojë figurën publike. Në një reagim në rrjetet sociale, Meloni përdori edhe nota ironie duke thënë se krijuesit e imazheve kanë përmirësuar dukshëm pamjen e saj, por theksoi se fenomeni është shqetësues, pasi tregon se deri ku mund të shkohet për të sulmuar kundërshtarët politik. Ajo ndau një nga imazhet e manipuluara i cili ishte bërë viral dhe kishte shkaktuar reagime të forta nga përdorues që e kishin marrë si të vërtetë. Kryeministria e cilësoi këtë rast si një formë të ngacmimit kibernetik dhe paralajmëroi për rrezik në rritje të përdorimit të teknologjive deepfake, të cilat mund të mashtrojnë publikun dhe të dëmtojnë reputacionin e individëve. Çështja shkon përtej meje, u shpreh ajo, duke theksuar nevojën për ndërgjegjësim dhe masa më të forta. Lufta kundër abuzimit me inteligjencën artificiale është kthyer në një prioritet për qeverinë italiane. Italia ishte ndër vendet e para të Bashkimit Evropian që miratoi një ligj gjithëpërfshirës për rregullimin e përdorimit të inteligjencës artificiale, duke parashikuar dhe sanksione të ashpra, përfshirë dënime me burg për ata që e përdorin teknologjinë për të shkaktuar dëme. Ligji erdhi pas një skandali të madh që përfshiu publikimin e imazheve të manipuluara të figurave të njohura italiane, duke nxitur debat të gjerë mbi etikën, sigurinë dhe kufijtë e inteligjencës artificiale në shoqëri. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.